Bashkia e Shkodër u bën thirrje qytetarëve dhe bizneseve që të informohen mbi përfitimet që parashikon ligji i ri për faljet dhe lehtësimin e detyrimeve vendore. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Shkodër, qytetarët dhe subjektet mund të paraqiten pranë zyrave të bashkisë për të marrë informacione të detajuara mbi detyrimet e tyre, si dhe mbi procedurat dhe afatet për të përfituar nga ligji numër 86 fraksion 2025. Në bazë të këtij ligji, të gjitha detyrimet vendore deri në vitin 2014 falen plotësisht, ndërkohë për periudhën 2015-2019 subjektet duhet të paguajnë vetëm 50% ose 75% të detyrimeve kryesore, ndërsa gjobat dhe komadvanesat falen. Për detyrimet që përkasin vitit 2020 deri në vitin 2024, kërkohet pagesa plotë e detyrimeve kryesore deri më 31 dhjetor të vitit 2026, ndërsa penalitetet dhe komadvanesa do të falen. Autoritetet vendore bëjnë me dije se nga kjo skem nuk përfitojnë subjektet që janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, si dhe ato që janë në procese gjyqësore apo hejtime penale për vepra në fushën tatimore ose doganore. Në fund të njoftimit, bashkia u bën thirrje qytetarëve dhe bizneseve të interesuar që të paraqiten pranë zyrave përkatëse për të përfituar nga lehtësimi që ofron ky ligj.